Një vark plot me drogë, alkool e cigare u nis nga Turqia për në Itali. Pak e pin ata, pak nga kohë e keqe, varka u mbyt në një vend me pamje fantastike në Zakynthos. Sot ky vend i quhet Navagio, një nga plazhet më të bukura në botë. Neve me atje me autobus nisemi nga Tirana, më rrim në Drek, akomodohemi në hotel all inclusive e në darkë dalim te sheshi Solomos në qendër. Të nesërmen bëjmë shëtitjen rreth e qark ishullit të Zakynthos, te shpellë Dafinave, fytyre Posidonit, tek vëmë në Rushkën, plazhi me varkën që u thash, shpella blu, shpella Keri, një plazh kurativ, në portin San Nikola dhe në Cili Vili Vili. Marramëndse. Ditën tjetër Vasilikos Beach për plazh, sporte ujore e tjera. Ditë e katërt pushim, bëjmë ç'të duam. Dita tjetër shkojmë me anije tek ishulli breshkave Kareta, janë ca breshka të mëdha, plazh, qejf, darkat mund i kalosh hotel për qetësi apo në për taverna me muzikë live e në për party të tërbohesh. Hoteli është all inclusive, pra ka të përfshirë mëngjes, drek, darkë, pije, snacks e tjera çdo ditë është me 4 yje. Ditën tjetër do kthehemi se tepruam nga Levandej. Çmimet për momentin janë me early booking, që do të thotë janë gati qyl po ti marrësh tani afër. Rezervot që tani, shkruaj mesazh në Instagram te 10 euro travel. Tani ama se rritën çmimet.